Raporti më i fundit i Bergh, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, bën me dije se 40% e popullsisë në Shqipëri janë larguar. Këto janë të dhënat duke krahasuar popullsinë me vendin tonë në vitet 1990 me atë të vitit 2025. Po përse po largohen të rinjt? Krahu i profesionalizuar i punës. Qytetarët e Vlorës mendojnë se largimet vijnë kryesisht nga kushtet ekonomike. Të rinjt në veçanti, sipas qytetarëve, nuk mund të krijojnë jetesën të ardhme në një vend ku pagat janë shumë të ulta dhe nuk mjaftojnë. Sipas qytetarëve, pagat janë minimale dhe nuk mjaftojnë për të mbajtur familjen. Në qytet ata thonë se mbizotron mosha e tretë, teksa ndjejnë keqardhje që këta të rinj të larguar nuk mendojnë më të kthehen atje. Se një njeri e do një pagë 1.500 euro deri në 2.000, një çift. 5.000 lion lek dhe rinë në Vlorë dhe dalin për qef në Lungomar. Mendoj unë, po ndi që fëmijët e mi nuk u mjaftojnë, 1.4 ta i bia e njëri. Dhe për këtë njëra ana tjetër është, njëri thot janë dembelër, tjetëri thot aty është puna po nuk duan të ven. Qa mi zotron, Vlora ja tani që do vinë nga 200 shtete për qefin e tyre, që si Vlora nuk ka në bot, është perla, dhe të tjerët i ke. Ja pra, aty janë të gjithë njerëzit duke diskutuar për të kthyer te dheu yt, por që të kthesh këtu janë disa gjëra të përmu. Ashtu si është në Irland paga, si është në Gjermani, si është në Greqi, si është, nuk e mban dot peng një të ri me 400.000 lekë, çunat e mjezëm, do thuash kush janë çunat e tu, janë djemë si gjithë të tjerët, dhe kërkojnë një pagë të mirë. Po emigrojnë sepse kushtet në Shqipëri janë shumë të vështira, s'ka punë. Vlora është edhe një nga qytetet që ka shumë problem me punësimin. S'ka vende pune. Po ç'më do tjetër tani? Po sidomos Vlora njëherë kanë ikur të gjithë. Vetëm plejt kanë vetur. Plejt, të rinjt kanë ikur gjithë. Janë në Itali, jo në Gjermani, jo këtej, jo ande, jo në përvendet botës. Nëse atje do të gjejnë bazë të mirë për jetesën e tyre, punën. E kupton, puna është kryesorja. Puna është ajo që të jep mira materiale. Nuk besoj të kthehen. Edhe unë të iki sot që jam 70 vjeç e unë zvimë. Se s'marr pension, s'kam pension. Shqipëria duhet të hapë fonde pune, vende pune, fronte pune. Të punojnë të rinjt këtu, e të kenë një pagë maksimale për të jetuar. Të jetojnë. Ja, më falë. Unë marrë një ndihmë ekonomike 26.000 lekë. Qa do bëjtë më 26 pensionin se ka marrë? Më thuaj, jam shumë e mërzitura. Po nga që këtu se është tamam. Po të jetë tamam nuk emigron asnjeri. Po i mungojnë tëra. Vende punë, tëra. Edhe paga është e ullë dhe. Po t'ishte tamam si andeja, nuk ikte asnjeri. Gjithë botën nga emigruar, ku gjenin mundësin. Në qoftë do shikosh pak për rreth, çfarë moshe mbizotron në qytetin? Tërë të moshuar, asnjë i rit. Ka dhe të rinj, nuk themi se s'ka, po dikush merret me ndonjë aktivitet, me ndonjë gjë për të mbijetuar, jo për. Po unë kam 33 vjetë që kam ikur. E jam jashtë. A mendon ndonjëherë të vish për vjen këtu, nuk i ke kushtet. Atëherë qa do bësh që të vish? Një. E dyta, fëmijët i ke andeja. Nuk kanë kushte për të filluar këtu. Jetojnë andeja. Edhe në qikë është ajo që këtu s'ka kushte. Në qikë janë rritur andeja dhe nuk e kemi. Ndërsa pjesa tjetër e qytetarëve e shohin ndryshe situatën, duke bërë pyetjen se pse të rinjt punojnë jashtë vendit dhe në atë dheun e tyre jo. Kjo kategori e qytetarëve thotë se në Vlorë kush kërkon mund të sigurojë një punë, por të rinjt qëndrojnë në kafe dhe në dembelizëm. Thonë se në qytet nuk ka vende pune dhe më pas zgjedhin të largohen, pa e provuar të ndërtojnë të ardhmen në këtë vend. Dëgjoj pse emigrojnë nga Vlora. Tani emigrojnë gjithë bota, po më shuan ore, ikse s'ka punë këtu. Pse janë kafeniot plot? Moshe që shikon në rrugë, kush moshë mbizotron? Plejt apo të rinj? Shiko, e ngatruar është, ja kanë futur tani që është plakur, nuk është plakur Shqipëria kur. Po s'ka të rinj, ja nuk e i rriti pse s'ikën. Po ku i ke? Po mirë se me kafenio i ke gjithë atje pin kafe. Bergh konfirmon gjithashtu faktin se në bazë të përllogaritjes së numrit të popullsisë, Tirana është qyteti me më shumë banorë të larguar e ndjekur nga Durrësi, ndërsa në 3 vendet e para rinditet Vlora, Korça dhe Shkodra me të njëjtin mesatare të popullsisë së larguar.